Dje, kur mbaruam ditën, ne po flisnim për dhunën pas luftës në Kosovë. Do vazhdoj me të njëjtën temë sot. Në paragrafin 17 deklaratës tuaj, ju keni përshkruar dhunën në verën e vitit 1999 dhe keni thënë, këtu citoj fjalët tuaja. Kishte një reagim shumë të gjerë social që nuk mund të kontrollohej as nga KFOR-i dhe as nga udhëheqësit e UÇK-s. A mund ta shpjegoni çfarë keni dashur të thoni kur jeni shprehur se kishte një reagim të gjerë social? Përgjigje. Perceptimi im, po gjithashtu edhe perceptimi i unikut dhe i KFOR-it ishte që refugjatët që po ktheheshin, pra që ishin refugjatët që ishin dëbuar nga forcat e Miloševićit nga Kosova në dimrin e egër të vitit 1998-99, po ktheheshin në fshatrat e tyre dhe po shikonin që shtëpitë e tyre ishin shkatruar, pronat e tyre ishin shkatruar, miqt, shokët dhe fëmijët nuk është se ishin më aty. Pra, kishte nivele të ndryshme të shkatrimit të jetës së përditshme dhe të zakonshme të shqiptarëve të Kosovës. Këto ishin pasoja të rënda dhe të mëdha. Shumë prej tyre reaguan me dëshirën për hakmarrje, me mëri, me inat e të tjerë. Pyetje. Në të njëjtin paragraf ju thoni që kjo është diçka e cila është gjeneruar në nivel lokal, që ishte motivuar nga hakmarrja, nga inatat personale, nga larja e sapeve, nga vjedhje të oportunistëve të pronave dhe nga gjakmarrjet që shtriheshin në kohë ndërmjet familjeve dhe grupeve kriminale. Ti marrim pjesë pas pjese të gjithë fjalët e kësaj fjalive. Kur thoni që janë motivuar nga hakmarrja, për çfarë hakmarrje keni fjalën këtu dëshmitar? Përgjigje. Nëse do shikojmë pas ato çfarë ka ndodhur në pranverën e vitit 1999 dhe veprimtarit nuk kishin të bënë vetëm thjesht me kontrollin e qeverisë serbe, po gjithashtu edhe të grupeve paramilitare të cilat ishin zhvilluar në popullsinë serbe në Kosovë. Dhe në shumë vende, këta banor lokal serb në fakt po jepin informacion sa i takon se ku duhet përqendroheshin forcat serbe. Kjo është diçka e cila është dirigjuar kryesisht nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ndërkohë që shqiptarët e Kosovës po dëshmonin ose po shikonin me sy të veta që po trajtoheshin në këtë mënyrë nga persona të cilët jetonin në rrethanat ngjashme në ato fshatra dhe në ato qyteza, besoj se është e kuptueshme sepse ata më pas kishin dëshirë për hakmarrje, sepse ndiheshin që ishin tradhtuar dhe ishin viktimizuar nga persona që ishin rritur bashkë me ta. Luftrat civile janë brutale dhe edhe në këtë rast ishte një luftë civile brutale në atë nivel. Pyetje, kur thonin që ka pasur inate personale, larja hesapesh dhe gjakmarrje që kishin zgjatur në kohë ndërmjet familjeve, a mund të shpjegoni çfarë doni thonë me këto gjakmarrje? Si lidhen këto me konfliktin apo jo? Përgjigje, pra duhet të bëhet dallimi dhe duhet që të referohem gjithashtu traditës së kanunit të shqiptarëve, idesë së nderit personal, rëndësisë së mbrojtjes së nderit personal. Kjo donte të thonte se kur një antar i familjes ishte sulmuar, shqetësuar nga veprimet e dikujt tjetër në të njëjtin fshat ose në të njëjtin qytet, pra gjithë familja ndjente përgjegjësinë që të lante hesapet dhe kushdo që ndjente përgjegjësinë që do ta kishte mbrojtur atë antar familje, pra kishte tendencë që të përfshihej në një qasje të tillë. Pyetje, një pjesë e dhunës, sipas mendimit tuaj, kishte origjinën pikërisht nga kjo situatë, sipas mendimit tuaj? Përgjigje po, dhe nuk është vetëm mendimi im, po besoj që edhe vlerësimi i KFOR-it të unikut ishte pothuajse i njëjtë. Pyetje, kur flisni për larje hesapesh, a flisni për larje hesapesh për gjëra të cilat kanë ndodhur përpara konfliktit, jo domosdoshmërisht për incidente që mund të kenë ndodhur gjatë konfliktit? Çfarë shpjegimi keni ju lidhur me këtë? Përgjigje. Në historinë e kanunit, disa prej këtyre gjakmarrjeve ose situatave të tilla mund të kenë zarafillen shumë bresa më përpara. Nuk kanë të bëjnë domosdoshmërisht me konfliktin.
Pyetje, shkurtimisht na thuaj pak si kupton ju kanunin. Përgjigje, theksohet shumë siguria, mbrojtja, avancimi i familjes kundër situatave jo miqësore, sulmeve nga persona të tjerë dhe familja është në bazë të gjithçkaje dhe ka rëndësi më të madhe nga çdo gjë tjetër. Pyetje, si rezultat, a pajtojnë me mua që kur vlerësohet konflikti i një vendi të caktuar do duhet merret parasysh kultura e vendit përkatës kur bëhet vlerësimi i situatës? Përgjigje, sigurisht që po. Pyetje, ju këtu përmendni edhe klanet kriminale që kryenin disa prej dhunës. Nga vinin këto grupe kriminale? Përgjigje, sipas mendimit tim, dhe sigurisht do të thonë kjo mbështetet në informacionet që janë dhënë nga persona që punonin për forën, nga UNIKU e të tjerë. Pra, disa prej tyre ishin organizata ose grupe kriminale që kishin kohë që ekzistonin, që nuk është se kishin të bënë me luftën, por bëj fjalë për konflikte ndërmjet grupeve të ndryshme armiqësore ndaj njëri tjetrit, të cilët mundoheshin që të depërtonin apo të kryenin veprimtari në një fushë të konfliktit dhe pastaj kishte edhe grupe të tjera të cilat funksiononin në një mënyrë të ngjashme në të njëjtin vend ose një vend të afërt. Kështu që këto dua të them kur flas për grupet ose klanet kriminale. Domethënë janë çështje të cilat jo domosdoshmërisht lidhen me veprimtaritë, me konfliktin për luftën. Pyetje, në paragrafin 18 të deklaratës ju thoni që keni krijuar përshtypjen që udhëheqja UÇK-s nuk ishte në gjendje që të kontrollonte dhunën sepse emocionet e popullatës së zhvendosur ishin kaq shumë të forta, ndjesitë e tyre ishin kaq shumë të forta, saqë nuk kishte një zinxhir të mirëqen dhe të fortë komande brenda të UÇK-s. Vlerësime që nuk ishte një zinxhir të konsoliduar të komandës brenda UÇK-s, ishte vlerësimi juaj personal, po ishte gjithashtu edhe përfundimi ose ideja e SACEUR-it dhe shteteve anëtare të NATO-s. Përgjigje, përfundimi ku jam mbështetur unë, për sa i takon prurjes e dhënies së informacionit, shkëmbimit të informacionit disponueshëm në SACEUR dhe në shtetet anëtare, dhe më duhet të them që vlerësimi për sa i takon njohurive të stafit ushtarak dhe strukturave të komandës me informacionet që kisha unë dhe me informacionet që ndaheshin ndërmjet shteteve anëtare dhe gjithashtu edhe ndërmjet shtabit të SACEUR-it, ne kishim këtë përshtypje dhe nuk kishte një strukturë solide ose të konsoliduar komande që dikush domethënë të ishte në nivel të lartë në Prishtinë dhe që të jepte urdhra të cilat më pas do të çonin në veprimet ose në operacionet caktuara në terren për zonat operative. Komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme dhe ekzistonte vullneti i tyre për të vepruar me kokën e tyre kur ata të mendonin të përshtatshme. Domethënë, nuk kishte një zinxhir të konsoliduar komande në kuptimin e koordinimit të autoritetit të drejt për drejt komandës, siç e kuptojmë ato në ushtrinë perëndimore. Pyetje, a mundeshe në atë kohë Hashim Thaçi ta ndalonte dhunën? Përgjigje, nuk kishte kompetencë, nuk kishte autoritet Hashim Thaçi për ta bërë këtë gjë në atë kohë. Pyetje, po pse e thoni ju këtë gjë? Përgjigje, sepse në ato ditë, pra pas tërheqjes së serbëve, të forcave serbe, UÇK-ja ishte në mes në situatës ku duhej që të realizonin sipërmarrjet dhe premtimet që i kishin dhënë Forit së bashku me generalin Jackson. Ndërkohë që kishte luftëtarë të UÇK-s ende në terren, struktura e komandimit në thelb po përpiqej që të gjente mënyrën se si të realizonte demobilizimin dhe demilitarizimin për cilin ishin angazhuar. Pra, ata po shikonin zotin Çeku, komandantin Çeku, zotin Thaçi dhe persona të tjerë se çfarë mund të bënin ata brenda UÇK-s në mënyrë të tillë që të respektonin premtimet e dhëna. Ata gjithashtu janë përpjekur që të ndalojnë çfarë kanë parë, pra për të ndaluar dhunën që vazhdonte, por një pjesë e mirë e saj organizohej në nivelin lokal. Po dhe nuk ekzistonte absolutisht asnjë strukturë komanduese që ai mund të përdorte për të ndaluar dhunën.